Ke qenë njërë të psikologu? Kam qenë dhe sa erdha që ulla këtu thash që ka si psikologe që unë shkova, njerë e pata fatin. Pse vete? Më qoj shishria me zërë. Që e provova dhe unë, po nuk ushtriva e gjatë, ishte katë për mua. Pse? Në që kuptim ishte katë? Ishte një moment i vështirë imi dhe shishria kujtonte se mua një psikologe do më nxirrte. Për të tjerë ndoshta mund të jetë shumë i mirë se duket sikur, sepse unë kam një shprehje që them duhet shkojmë te profesionistët, jo vetë duhet ja dalim çdo gjë. Mos bëhemi doktora, inxhiniera, avokat vetë. Por ishte një moment që njeriu mbas një vdekje ose mbas një situate të vështirë do kohën e vet, nuk është se nuk. Po flas për njerëzit që janë të fortë, që i përballojnë. Në fjalë, unë për veten time, duke folur, unë e dija që unë doja kohën time, pas vdekjes babit doja kohën time që të dilja nga ajo rutinë. Dhe shoqëria ime u bëm në merak dhe thanë që ti duhet të shkosh te psikologja. Dhe e provova dhe unë psikologen, ishte shumë e këndshme, vajzë e bukur, e këndshme, e lexuar. Mbasi mbaruam punën, më tha, ti nuk je për të ku. Kështu që ti nuk u ktheve më. Ja, nuk u ktheva më. Inshallah nuk kthehemi.